Po shoft sa media sa herë dalun ullin mikrofonet, po s'po e kuptoj pse. Faleminderit. Ka shumë inat ngeni. E këti... A e dini kur na kanë më shumë frikë? Kur ne organizohemi. Kur jemi të bashkuar dhe organizohemi. Që të organizohemi kemi hapur një faqe webi që quhet shqipria-nuk-shitet.com. Kur rinia rri në shi edhe na dëgjon, ti të organizohet. Për të organizuar të faqja webit do nisim me raportimin e çdo gënjeshtër që postojnë këta. Do nisim duke ju bërë unfollow dhe mos i shohim as në rrjetet sociale. Do nisim duke u bërë pjesë e disa grupeve në Telegram, kur rinia, studentët do bashkohen në grupet e tyre dhe do shpërndajmë të gjitha kushtet dhe kërkesat tona. Kushti vetëm është dorëheqje. Shparuni nga këty palët të gjithë të korruptuarit. Nesër më shumë, nesër më shumë, nesër më shumë. Pa përçarje, pa parti, fija e shqiptarit dhe shqiptari, lufta nuk mbaron sot në vazhdim bashkë akoma dhe më të fuqishëm, lufta vazhdon. Dorëheqje, nuk ka dialog, pa fede, pa parti, fija e shqiptarit dhe shqiptari, pa përçarje, vazhdoj fuqishëm. Shqiptar! Mi gjeni një herë tha, si spata i grusht fuqishëm, ti bi mali që s'ban zamu zemër. Ama sot ky mal ka dalë ka mus rrugën këtu. Ky mal po vërtet sot për të drejta në veta. Ata në quajtën spurnjak, ata në quajtën të paditur dhe të pa emancipuar, po ata sot treguan që nena kanë frikë. Këta të paditur janë sot këtu, duke kërkuar të drejtat e tyre. Këta të pa emancipuar janë sot këtu, duke kërkuar demokraci në këtë vend. Sot, mori nartën, nesër vjen të shtëpia juaj. Shqipëria nuk është përshitje, Shqipëria është e jona. Rama në të shparën. 35 vite korupcion, 35 vite në majtë Europës, që asnjë herë nuk ushuam për gjëra të mira, për shkak sepse ky vend u drejtuar nga njerëz të paditur, duke vjedhur në kurriz të popullatës së thjeshtë. Kjo nuk është parti, ky është revolucioni qytetar. Nuk do dalemi deri në fund, do bërë në shi, sikur edhe kur të bijem, këto të jemi, dhe nuk do dalemi, ja vetëm për rjallin e nartën, por për të gjithë Shqipërinë, për çdo gjë në këtë vend, duhet të prishin dhe familjen, por nuk do jarrin, ka gjë shqiptari këtë vend, ju përshëndes dhe mos taloni, asnjëherë dhe kurrë për asnjë arsye. Një minutë fiks. Përshëndetje të gjithë shqiptarët! Sot dhe jemi mbledhur
të largohet kriminalët! Dorheqje! 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 Jam shumë i gëzuar që jemi ndesë se shifë këtu. Sonde ja kemi ndezur flakën. Nesër më shumë! 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 Bravo! Përshëndetje gjithëve. Sot shoh shumë mikrofonat mediave që nuk ishin këtu ditën e parë dhe dua t'ju bëj thirrje gjithë moshave dyta dhe treta, mos mashtrohen kaq lehtë. Informohuni sa më mirë. Nesër më shumë. Faleminderit. Bravo! S'ka nevojë vetëm për nesër më shumë, se janë edhe gjëra të tjera. Përshëndetje, ndesha të bëj thjesht si provë. Kalimera. Po, mirëmbrëma shqiptarët e! Sepse një e dy, jo erdhi, jo iku, jo ka organizu ky, jo ai, jo leva, jo iksi. Nga qa shoh këtu përballë, pjesa më e madhe janë brezit tim që nga starti deri në finish, nga ndjep deri më sot në televizor kemi pa gjithmonë njëta shtyra. Nuk kemi pas mbështetjen e prindërve me dalë protestë, kena dalë edhe fshetas protestë, na thoshin lesa ky, lesa ai, lesa. Ngelën të na shtyp, nuk e di çfarë t'ju them tjetër. Një dardan shqiptar ka pas thënë, mushtershi syt nëse pushoj lirin tënde me ëndrue, mallkuj qoftë gjaku im nëse më vrasin pa luftu. Lufta e jone vetme e momentit që nuk duhet ta lëshojmë është thjesht mbrojmë tokën tonë që të parët tonë vdiqën për ta lënë ne. Shumë faleminderit, bëhet zemra mal kur shoh për herë të parë thjesht njerëz që kanë ardhur jo të tërhequr nga interesa partijak. Ju ftojmë që të merrni edhe prindrit me vete nesër, dhe nesër normalisht më shumë, pas nesër më shumë. Respekto. Kjo është protesta më e bukur që ka pa Shqipëria. Rinia këtu është sot dhe i themi Ramës, jep tërheqjen! Rama, jep tërheqjen! Sot direkt puna ke, nesër pas nesër, derisa ti t'japësh tërheqjen.